Thatë që nuk e besoj që Panoka ka thënë kështu, po ja u them unë dhe isha unë në bisedë me të. Dhe spesifikisht për ta thënë se jeni brenda të njëjtës familje politike. Rama ikën me dhunë dhe me të asnjëherë nuk do të ketë zgjedhje të lira. Nëse doni mendimin tim, unë nuk besoj te dhuna, ja po ja them rrumbullak. Mendimin tënd pra duhet. Unë besoj tek lëvizja popullore, te rezistenca popullore e gjerë, paqësore kjo gjë për të përmbysur regjimin. Dhe unë besoj dhe them që Rama rrëzohet me lëvizje popullore për të hapur rrugën pasaj zgjedhje të lira të ndershme. Po ju e keni këtë besim tek lëvizja popullore sepse deri tani Partia Demokratike dhe opozita duket se nuk e ka marrë. Shiko tash, e kanë fjalën nga populli, nga qytetarët, mbështetja për të marrë pjesë në manifestimet të mëdha. T'ju them të gjë, e keni besim te lëvizja popullore. Unë mendoj që çdo popull ka dhe duhet të ketë konsciencën e tij demokratike. Një popull i cili suporton mbikuri zgjedhën, varfërinë, kërbaçin që ta përzërë jashtë vendit, se tu po e përzirë shqiptarë jashtë vendit, shkatrimin social, shëndetësinë e shkatruar, arsimin e shkatruar, unë pasaj, them të drejtën, do mbi të keq nga i popull. Unë nuk besoj se populli shqiptar është i tillë, unë besoj se populli shqiptar. Çfarë ju ka treguar ju populli deri tani? Unë mendoj që populli shqiptar është i tillë që ditë ngrihet dhe do të ngrihet. Por nuk e ka bërë deri tani. E ka bërë në forma të ndryshme. Nëse do që të fitosh mbi shtypjen mbi regjimin, duhet të rezistosh. Duhet të qëndrosh. Është vetëm mënyrë që regjimin ta përballosh. Nëse ul kokën para një regjimi, ai ka bosh ta presi kokën fare.